Pyetja shumë e vënd. Shpeshherë do thotë pacientët vinë para se më shkojnë në pushim edhe marrin një mendim të kardiologut a mund të shkojnë në pushim. Në drejtën është pak e vështirë përgjigja gjithmonë me saktë se ti mundesh ose s'mundesh, sepse varet edhe në pushim si përmbahesh, sa je i rregullt, i kujdesshëm, sepse qëllimi kryesor është që mos të ekspozohen temperaturave në pikë të ditës kur janë temperatura shumë të larta dhe rrezet e dëmshme. Mirë, po në pacient në qoftë se një kohë më të gjatë kam ju ekspozuar temperatura më të larta, sigurisht që barnat që i merr për smundje të zemrës, sidomos për hipertension, duhet të përgjysmohen ose të zvoglohen, ose në qoftë se janë më shumë të zvoglohen edhe për tyne, sepse tensioni ka me qenë me ulët. Problemi që e shkaktojnë ky ndrym i terapisë dhe ky ekspozim është kur ata ndrojnë lokacionin për temperaturave të larta në temperatura të ulta. Dhe në atë rast, pacienti i cili në mesditë ka pas një hipotension sepse u ekspozu temperatura më të larta, kurse në mbrëmje ka ndajtur dikun që është në air condition ose në një hije shumë të ulët, pastaj ka nevojë për barna të cilat i ka pas edhe më herët. Ky është problemi se njerë ka me pas tension shumë të ulët, pastaj tension shumë të lartë dhe ne kemi një disbalans. Për këtë arsye është kujdes, është shumë e rëndësishme që të kujdeset pacienti që mos të bëjë këto lëvizje të temperaturave shumë të larta në temperatura shumë të ulët.